bëli lirisë në Kosovë, kanë qenë ai rrugtimi joni përbashkët, mirë po shtysa e fundit që na është dashur dhe ka qenë e domosdoshme për të arritur lirinë dhe pavarësinë, mandej kanë qenë pikërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si aleati ynë kryesor, normalisht edhe vende të tjera europiane ose perëndimore që na kanë përkrahur këtë rrugtim. Bashkë me mysafirët e nderuar nga Washingtoni, ne kemi qëndru tash 2 ditë në Kosovë dhe 2 ditë të ardhshme në një seri aktivitetesh që janë pjesë e projektit që e përmena, cilin e realizon Fondacioni Shqiptaro-Amerikan, i themeluar në vitin 1989 nga ish kongresisti Gjodi Jogardi dhe tani udhëhequr nga zonja Shirley Cloyce Jogardi si drejtore ekzekutive, po me një memorandum të veçantë bashkëpunimi me Komisionin Shtetnor Shteteve të Bashkuara për shënimin e 250 vjetorit që njihet si America 250, përmes cilës ne kemi bërë Kosovën ndoshta vendin e parë, paktën deri tani, jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku është një partner programues zyrtar i tyre për të realizuar një aktivitet që shënon këtë jubilej. Kuadër ty në aktiviteteve, mysafirët tonë nderuar nga Washingtoni kanë pas një rast unik, besoj, sidomos për zotin Marquez me një përvojë mbi 31 vjeçare në marinsat amerikane, për besën që është një bie e Kosovës, po tani me një veprimtari të bujshme dhe një rol unik në krye të një organizate më të fuqishme të familjeve ushtarake në Shtetet e Bashkuara, me profesorin Server që është një zoj vazhdueshëm i kauzës së demokracisë dhe lirisë, jo vetëm në Kosovë, por në gjithë Ballkanin perëndimor, dhe përfundimisht me zotin Joseph, i cili ka shërbyer mbi 12 vite në këtë rajon, duke qenë bartë si shumë politikave përmes cilave kemi qenë edhe ne përfitues në kuptimin e këtij rrugtimi drejt lirisë dhe pavarësisë këtij vendi. Në aktivitetet që